Të nderuar bashkëqytetarë të qarkut të Shkodrës, që nga viti 2015, Bashkia Malësi e Madhe ka transformuar një territor pa infrastrukturë dhe vizion në një zonë dinamike me investime në çdo fushë. Rikualifikimi urban ka përfshirë qendrat si Koplik, Bajz, Tamar, Razëm, Vërmosh, Bogë dhe Lëpush, duke krijuar mundësi zhvillimi ekonomik dhe turistik. Janë asfaltuar 143.5 km rrugë me përfundimin e 19 kilometrave në 2025. Janë rekonstruktuar mbi 15 shkolla dhe kopshte, duke shërbyer për 2.000 nxënës, me sistem ngrohje në 33 shkolla. Investime në ujësjellës për qytetin e Koplikut, Koplik i Sipërm, Bajz dhe Gradec Marshej, Balsh e të tjera, duke mbuluar pothuajse të gjithë territorin me ujë të pishëm. Janë ndërtuar 22 kilometra kanal vadic për 1.300 hektar tokë dhe mbështetje për 750 familje fermerësh. Përmirësimi i aksesit në zona turistike dhe nisja e projekteve si rruga Tamar-Vukël, Bratosh-Vrith, si dhe shtegu i biçikletave në Bogë për zhvillimin e turizmit. Nga 2 evente në vitin 2015, sot në Malësinë e Madhe organizohen mbi 12 aktivitete kulturore çdo vit, duke përfshirë xhubletën në UNESCO. Është ngritur një qendër rinore, moderne që ofron mundësi edukative dhe sociale për rinin e Malësisë së Madhe. Ky transformim ka fokus tek zhvillimi ekonomik, turizmi, arsimi dhe fuqizimi i rinisë, duke e bërë Malësinë e Madhe një model zhvillimi të qëndrueshëm. Me 11 maj, qytetarët e qarkut Shkodër mund të vazhdojnë këtë rrugë. Me 11 maj, voto pesën, Partinë Socialiste, për Shkodrën, për Malësinë e Madhe dhe për Shqipërinë evropiane.